Një sulm ajror i Izraelit ka goditur një shkollë të përdorur si streh nga civilët e zhvendosur në Gaza, duke shkaktuar një tragjedi të rëndë. Të paktën 27 persona, përfshirë fëmijë, kanë humbur jetën dhe mbi 100 të tjerë janë plagosur. Sipas zëdhënësit të Agjencisë së Mbrojtjes Civile në Gaza, Mahmoud Basal, numri i viktimave mund të rritet, pasi shumë nga të plagosurit ndodhen në gjendje kritike. Ky sulm është pjesë e një vale të re dhune që ka nisur që nga marsi, duke vrarë mbi 1160 persona dhe plagosur mbi 2700 të tjerë. Dhuna e vazhdueshme ka shkatëruar shpresat për një armëpushim afatgjat mes Izraelit dhe Hamasit, ndërsa situata humanitare në Gaza mbetet katastrofike. Që nga tetori i vitit 2023, numri i viktimave palestineze ka arritur në mbi 50.250, ndërsa mbi 114.000 persona janë plagosur, shumica prej tyre gra dhe fëmijë. Komuniteti ndërkombëtar ka dënuar vazhdimin e sulmeve ajrore dhe përshkallëzimin e konfliktit. Në këtë kontekst, Gjykata Penale Ndërkombëtare ka ndërmarrë veprime ligjore kundër liderëve izraelit, duke lëshuar urdhër arreste për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Gjithashtu, në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë po zhvillohet një çështje për akuzat e gjenocidit ndaj Izraelit. Ndërkohë, tensionet në lindjen e mesme mbeten të larta, me shqetësime për përshkallëzimin e mëtejshëm të luftës dhe pasojat humanitare që ajo sjell.